Përshëndetje miqtemi, unë edhe Artoni jena hala në prezentimin e plazhave të Vlorës, ku mas pari po dëna mi përshëndet dhe mi falenderu sponsorat tonë që për internet ku dush në Shqipni e ki thirr.com-in, ku dhe më thonë nuk i prishit internetit as edhe sekundin ma të vetëm. Heq, katë hend të ki internet dhe më thonë, s'ki nevoj mi thonë ati vlaj se është pa të zordi. E ki vla, të regjin telefon, rrëm për qef tondin. Sa i përket garderobës tonë është për kujdes Luksmenit e Rruga Bej, tash mu me lokacion dytë është hapë edhe një biznes dytë në Lpjane se nuk gabaj. Ju të cilë keni merakli të adrenalinës edhe keni qefmi për jetu adrenalinën me motorna për mole e keni ATV Rent. ATV Renti. E pas ka mësu ATV Renti zbuqa. Ju të cilë keni merakli të ushqimit edhe keni qef me hunger buk mirë me familjar e keni Troften, restorant Troften në Kaçanik, po ashtu që keni merakli të akulloreve e keni edhe Neho Ice Cream. Apo hecim ka dole? Po, vesh që ka të zëjt diçka njerëzve. Se shpërshishtë mbrapa neve e ndopunime, e që shtot ishë ndopunime në shumicën e plazheve, dhe me thonë hala ishë në rindërtim, që shtot me guri. Që shpesheni jo, me guri, dhe me thonë. Jo, kjo është zallin cilën kanë të përdojë për plazh, po... Qëre, beg një guri qëfare ki qefti me gjithë kësine. I ka gjithë në dhermi, bigit që sigur, na i ka ljollë. U hi, bigi joni dashtë një 2 metra fella ka gjithë një që siguri, na tu hec e gjejmë, apo shet. Ka njere jetë është interesant i munosh, e dikush tu mu së munu heq, ja që zotë. Para kome po si sheq që dhojnë. Po kjo s'dhujmë, ja guri heq, me bu me të prit në kry me të. Ama që ishe keqja, po të mushën papuqet zallë që ky farë zallë ishtë i plazhës. I kena bledhe do patika, ishin, që patika, që mi thonë aty ne? Ishin si lojt patikës, për këta që i frekuentojnë këto plazhet me guri, edhe s'po dëmshin kom të ty. Viq i vesh, krap edhe hen në i shlirë, që ishtë si me hecë në tepi. Se përket kësaj plazhës, e Vlorës, po e rrëthu me komplet për malit, qëtësi, njerëz dëvendor viq t'i venit, ka ty këtona i turist. Këtë periudën e qeshorit për viziteshin vish këta që janë vendas, plazhet e Shqipnis, veni qetë, veni mirë, uji... Qarë uji s'puq? Uji kristal. Kristal. Pas lëku nivel, po jo një shtres, dhe më thonë, jo drejt me zoll, po vena, grupa. Plazhe qetë, vish një hotel të ka që aty, me një bar edhe aj pa muzik, dhe me thonë qëtësi. Amo, qa ish, dhe me thonë, e mirë pej Vlorës e kënina, është që fillimi ujit nuk është i cekt si në shumicën e plazheve ku e na kun, po kënej si të shtish komen e ki 1 metër direkt. Edhe këta të rritën e që dojnë më lanë që të në fillim, nuk e kam problem me shku lergë ma lergë. Po, sa i përket Vlorës, kish shumë i ri qa na përdeti, e po du të me pas njeri kujdes kur hin mu la, se me mi hi spuqis, i ri që në kom, masi du të mu këtym Kosovë që i rëtina. Pështove, Bik, a je mirë, gjithë shka në regull. Që kjo pjesa është plazhe vogël është diku 200 metra nëse nuk ka bëj, ke? Po, vallaj. Ama qëto ishtë porti policisë kufitare, detit. Më thonë, a ne i ki mal, vish këthej kamerën, big edhe kalzaja venin qësh është. Sa i përket saj plazhe, s'kem që e zgatim na ma shumë hiq, peshenja dhe vetë, shihem në plazhin tjetër. Pastërtia jo qash në nivel që të në fillim. Njerës dhe më thonë, krejt viq vendora, njerës jo pastërtia në nivel. Mu për veti s'ka ka të pëlqyri ku më heq valoj, me thonë drejten. Pa, që e një pjesë pej bunkerit, dëbacit e në verë. E ki pa kërë thët atyne, që thëmë ta ullin bishtin. Përshëndetje miqtë mi, tash më jena në plazhën e Orikumit. Një vend ku ju i rrethun për resorteve,
Pe restoranteve dhe bareve ma shumë. Këtë, sa i përket zollit, nuk ka zoll, nuk ka gurë. Këtu vish me zoll, s'ka të bëj. Uj ma i cekt, se në velipuje në dërmi. Se në dërmi halas që na shkuj që kena bu plazh në ditë atje. Uj ma i cekt, po shite dhe për njerëzve. Pastërtia jo qaq në nivel që të në fillim. Frekuentum njerëz të zonës. Detit. Njerëz do më thonë, krejt vish vendor, adin njerëz jo na njërë kjo është dhe jo shqiptarë të Kosovës, po ke që kanë vendas, kuj. Jo pasërtia në nivel. Kese me bërlok që aty. Apo të pëlqenë s'push? Mu për veti s'ka ka të pëlqy urikum heq valoj. Me thonë drejten. S'ka ka vend për me të pëlqy ma shumë. I përzim, zall i plazhës me gur. Gur të mdhaj, midis rrugës. Kjo pjesa para së mynë deti është shumë e paqt. Kontot bërlogit halos po në shtu valoj në plazh. Dëllim ka këtë pjesa tjetër, ko ka vend i frekuentu ma shumë i peshkatorëve, nështë edhe për qëtë shkak është pjesa e ujit edhe pjesa e plazhës e në dytë me pej barit. Por rikumi nuk është që ku ka shumë i gjatë, ku ka deri... Dhe i mezhe, Dhe i mezhe atje. Ja kanë qitë mezhen. Shumë vend i mirë, vend i qetë parasorde, po i lant pak mas dore, valla. Bo ma ki që alo s'ka një sezona për ta që shduhet, për minejt gati, ama qëta be kishtë mujt me pastru qëto që jenë qëto edhe vetë. Me doshtë, këto që kanë restoranet rreth e rreth. Se kur s'ka njerëz në plazha s'kta s'kan punë. Shpëshi, dhe më thonë, dhe që aty është plazha, masanina, ko ka vend i shkret, komplet i thot, po të shumë që atje po shkru në diqka. Nuk i di qëfar bazë, ishtë një farë bazë, po qëfar bazë është, ty bene di. A dhe njëherë? Pa, që e një pjesë për i bunkerit, dëbacit e në verë. Amo shumë, interesant, shumë kish plazhët e Shqipnis, ditët e Shqipnis, shumë kish pas bunkere na për ujë. Po ka pas. Kish pa nejt e në veri nga dëshmëri, shumë atë ku për Që e ki pa e kish pas nejt e ikut hazard. E ki pa kërë thët aty në komunikat që dhe thët, dhe t'ju thëm ta ullin bishtin. Me dhe me ka ta qenë, as njerëz ja ullin e bishtin. Baza detare Pasha Liman. Pasha Liman. Pasha. S'pe di shka mi thonë, pasha zotën e madhë. Ky ke urikumi joni doshtën, pak i lanë masdore, po me pak investim, Që ku e pas kanë mejgjën edhe në njërë deti. intervendet ma të mira që e ka Shqipnia. Ama uji, sidomos që do ka dasës katastrofën që thonë Gjermënd. Katastrofë. Ajde bëndë!